Një i pasur dhe një lyps po rrinë një herë përballë njëri tjetrit. I mërzitur i pasur i propozoi një lojë. Unë do të bëj një pyetje. Nëse nuk përgjigjesh dot, do më japësh $50. Por nëse ti më bën një pyetje mua dhe unë nuk di të kthej përgjigje, do të jap unë $5000. Njerëzit aty pranë u habitën. Duke si një fitore e lehtë, lypsi hezitoi për një çast dhe pastaj pranoi. I pasuri buzëqeshi plot besim. Më thuaj, cila është distanca e saktë midis tokës dhe hënës? Lypsi heshti duke menduar. Pastaj ngadalë futi dorën në xhep dhe i dha $50 të gjitha paratë që kishte. I pasuri qeshi. Tani është radha jote. Lypsi tundi kokën dhe me qetësi pyeti. Cila kafshë ka 3 këmbë kur ngjit një kodër, por 4 këmbë kur zbret nga kodra? I pasuri u vret në fytyrë. Ai u mendua thellë, kaluan minutat për përgjigje nuk po i vinte. Besimi i tij filloi të zhdukej. Më në fund i frustruar dhe i munduar nxori $5000 dhe ja dha lypsit. Lypsi i futi paratë në xhep pa zhurmë dhe u mbështet prapa për të fjetur. Por i pasuri nuk po duronte më. Prit, cila është përgjigje? Çfarë kafshë është ajo? Pa thënë asnjë fjalë, lypsi futi dorën në xhep, i zgjati atij $50, mbylli syt dhe e zuri gjumi. Sepse dituria nuk gjendet gjithmonë te kostumet e shtrenjta. Ndonjëherë njerëzit nga të cilët pret më pak t'japin mësimet më të vështira.